Ka bo TikTok-u vetëm gjonat këshia, nuk vdiq këtu ai fëmia për punë TikToker, se ka dalë baba vet ka thënë s'ka fëmia im TikToker. O hajduta që doni me mbyll TikTokun për me heq drejtën shqiptarëve për me folje e për me vjell votat e rehat. Këtoni se do vjellni votat, për s'ka me ju votu kush më dha, kush është budalla, shkore mos votoni më këta hajdutat, dhe ikni merrni rraqet e ikni a shtetit. Juve që ju tha Edi Rama në Greqi, hajde punoni këtu se keni rrogën 1.500 euro, spagu takse, këtu e po vdesin njerëzit për buk, do vini këtu ju, rini atjere, ku jeni aty, rini punoni në për Italia, në për Greqi, do vini në Shqipëri ju, do punoni këtu, tu s'po kanë njerëzit buk me hangër, rini urtër, rini aty ku jeni, punoni, mos ikni nga atyre, mos ngjoni Edi Ramën, Edi Rama talë karin me ju, o shoku, Edi Rama vjen atje, talë karin me poplin ton, ju thot hajde një punë, sa lek merë këtu ti, 1.000 euro. Hajde në Shqipëri punë, ku ka punë Shqipëri? Kingeti, ikni edhe ju që jeni socialista, mos t'ju shoh fare këtur. Ikni ani. Erion Velia, shiqa kryetari bashkie kena, ne hajdut, bjem burg për vjedhje. Kupton qa shteti jemi ne qa jetojmë, do bëhet Shqipëria. Por e Shqipëria nuk ka për të bënë e erë, ne do jemi shteti më varrikari në gjithë botën. Ne do jena shteti më varrikars që ekziston. A kupton se s'kena ne s'kena as deputeta, as presidenta, as... Jam kotër, por jena populli më varrikari në botë, e dini ajo, bur. Kot. Ne qojna në protesta për Luiz Elli, no shoku. Ne nuk qojna në protesta si qojnë në Serbi e në Greqi me i shi motrën, me bo venin flak. Ne qojna në protesta për Luiz Elli. Ne populli më varrikars, o shok. Populli më varrikars që ekzistoj. Ne bëjmë kot. Ena kodër. Ena rota kari. Kot. Qa kere kodë. Si qa kamer, po mjullin TikTokun. Si qa kam. Qa doni mo t'ju bëjnë? Donë t'ju vinë t'ju shinë mbyth mrena në shpi. Qa doni t'ju bëjnë mo? Qa doni t'ju bëjnë mo mërë? Donis, hajde. I kanë dejtë artan, se shtu artani, ik mbythet dhe. Hajde Donis. Hajde me. Qa doni mo juve? Qa doni t'ju bëjnë mo juve? Ngele pa lek, jo se unë hynë klaper, hynë fiber, mu do m'hajnë karin. Po, shta që s'kan buk me harë, që të bëjnë? Qia rap më pelë, votoni Edi Ramën, hajdutin. Ase dhe im burë kamera shumë shpejt. Edhe im burë kamera. Dhe ja qojmë ne i sapun atje kur t'bjeri. Ik punor dhe melë, po unë ja shimotën, unë marrë raqet ik në Itali, ma kari mu, po puna është. Këtu në TikTok kena animuar Edi Rama, kena animuar edhe Halle Gjire, pse si një mot tjere me atë Erion Velin që i blete grus 1 milion euro i gjona. Pse nuk i një mot ti këta Halle Gjin, tanë shqiptarëtër, se i ke spitalin për pa lek, jure të spitali që punoni, ju që merë një lek, do t'ju shi motrat në pjell, do t'ju filmojni këta që marrin lek. Kena shtetne, do bëjmë shtetne, nena shtet varikaristash, shteti jonë. Shteti korruptum, nuk ikën do të me as i ven, vetëm lek dun. Spitalet e Kalamajve vetëm minka. Te spitali Kalamajve vetëm minka, vetëm min. I kërë rrugulloni spitalet, shtrova rrugën e Arbrit. Më plasi kari mu për rrugën e Arbrit. E disa po më ha kari mu se shtrove rrugën e Arbriti, shka rrugullo spitalet atje se, po hy mi umren. Shtrova rrugën e Arbrit, më plasi koka karit, se shtrove rrugën e Arbrit. Shko rrugullo spitalin atje, leje rrugën e Arbrit. Shtova rrugën e Arbrit, më plasi kari. Kalamajt pik hallit me myk mrejnë. Kalamajt më pik hallit me myk mrejnë atë spitalit, ti shtrove rrugën e Arbrit. Bëm tunel, të shifsha tunelin, po në ha karin për tunelin e shefti, po rrim mrejnë në për tunele. Shko rrugullo spitalet, se po hy, po vdesin Kalamajt mrejnë. A kupton? Bëm tunel. Kash metra i gjatë, na plasi koka karit, për tunelin edhe për ty bashk.
bëm tunel, po kujt pa ja rregulloni spitalet tërë. Mi që e mbyllë TikTok, mos e mus makari, e mbyllë TikTokun, unë prap do bëj lek me aplikacione tjera se unë do bëj lek, po i keni heq mundësin njerëzve tjerë hallexhinve, këta që nuk kanë buk me harë, sa fëmi kena shpëtu, pse nuk i shpëton Elvis Naçi? Pse nuk i shpëton Elvis Naçi? Apo do me vjedh Elvis Naçi, ha? Se si shpëton Elvis Naçi? Këta njerëz që kemi shpëtu ne këtu në TikTok. Pse nuk i shpëton Elvis Naçi? Po vinë te ne. Hajde hajduta muti, mos t'ju shof mo. Edhe mos më vini për vota, hajde voto, hajde, jëre, që me votu, jëre, hajde, me votu këtë popull, me votu unë. Kush me votuar? Kush me votuar? Rotakari, kush me votuar? Që me votuar? Hajduta muti, se s'ju votoj me disë vdes. Populli lig, të është me ik natën, me një rraqe dhe ik një leni vetëm pleqe plagë këtu. Hajde në Kosovër të vi. Ti e socialist. Socialistër jam, po s'jam me Edi Rama, nuk jam me partinë socialist. Por qa me qenë me partinë socialist? Por me fut lek në gjepe, edhe ju që keni përkra Erion Velin, tradhtarat kombit, keni përkra një që ka vjell popullin shqiptar, ka vjell njerëzit, edhe ju e përkrani Erion Veli, por qa e përkrani Erion Velin? Se ju ka mush bythën me lekër legena, ja u ka mush bythën me lekë Erion Velia, edhe Erion Velia, ju ka hap në i biznes, jeni që pastroni lekë të Erion Velis ju, ha se do ja u tregoj spaku, Altin Dumani, në kokë bjerë ju Altin Dumani shtyne, në kokë gjithë në burg, ta hajduta. Erion Velia, për qa e mbroni Erion Velien, ju ka dhenë miljardat, ju ka dhenë, e keni kra, ju jeni tradhtar të kombit, o legena muti, edhe ju populli që përkrani këta artista, që përkrajnë hajdutin e popullit shqiptar, ju jeni më legena që ndishni këta, edhe përkrani këta. Si dalë unë tani të përkraj Erion Velin. Erion Velia ka vjell popullin tonë, ka vjell shtetin tonë, ka vjell lek të fëmis timër, ka lek të popullit tonë. Edhe ju shqiptarët dini e përkran, edhe ai Noizi del përkra Erion Velin. Po qa e përkran në ti Noizi Erion Velin? Erion Velia ka vjell popullinër. Si e përkra këti Erion Velin? Po qa arsye e përkra ti Erion Velin? Ke interesa? Ke interesat e politika që e mbron? A i ka vjell popullin shqiptar ti mbron atë? Hajduta. Mbrojt Erion Velia, gruja vet €1 milion çanta, njerëzit s'po kanë buk me harë ku të fusin kokën. Edhe votojnë në pësën. Jere,